nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi tek zhvillimet më të fundit në vendin tonë. Do të flasim për politikën në Shqipëri dhe çfarë ka ndodhur ditën e sotme. Ndjekim pak insertin dhe më pas rikthehemi. Deputetët zënë vëndë ndërprisni veprimet e dhunshme të palejuara nga rregullorja. Sot në rend dite kemi miratimi për zërbalit seancë plenare datës 11/12/2025. Pika e dytë njoftime. Pika e tretë projekt ligji për ratifikimin e traktatit të Riadit për dizenjot dhe të rregulloreve sipas këtij traktati. Mirë, kemi ndikur pamjet cilat kanë ndodhur ditën e sotme nga Kuvendi i Shqipërisë në seancën plenare. Për diskutuar mbi këto zhvillime të tjera, kam të ftuar ditën e sotme pedagogen dhe analisten politike Arsita Gjulien. Arsita, të përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jesh me mua. Arsita, unë fillimisht do doja ta nisja me këto pamje që kanë ndodhur mëngjesin e sotëm në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë. Si komenton këto pamje dhe këto tensione që janë krijuar nga deputetët e opozitës dhe rrëzimin e karrikes së Belinda Ballukut, ku janë vetë ata dhe pikërisht Gazmend Bardhi, i cili kërkon që Belinda Balluku të arrestohet? Nuk e di nëse ky akt dhe këto në një farë mënyre veprime që po bëjnë antarët e opozitës edhe përfaqësuesit legjitim të popullit në parlament i shkojnë formatit të një farë mënyre parlamentit i cili synon të shkojë dhe të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ne sot po flasim për një parlament i cili denjësisht duhet përfaqësoj popullin e vet në mënyrë demokratike, legjitime, por nga ana tjetër një opozitë e cila duhet zgjojë shpresë dhe besim tek publiku, dhe nga ana tjetër duhet kemi një parlament i cili të shkojë përshtat standardeve europiane, të cilat ne synojmë për rrugtimin që kemi marrë drejt Bashkimit Evropian dhe procesit negocimit që kemi ne sot, dhe nuk di se çfarë fytyre një farë mënyre ose pasqyre japim ne sot, qoftë ambasadorit Bashkimit Evropian në Shqipëri apo të tjerëve që na monitorojnë edhe Komisionet Evropiane dhe Parlamentit Evropian. Mbi këtë çështje të parlamentarizmit, të mënyrës se si ne përfaqësohemi dhe pikpyetja më e madhe është që është vandalizmi ai që në një farë mënyrë do t'i japë drejtësi publikut shqiptar, se shikojmë opozitën në një kontradikt shumë të madhe. E para nuk i përfaqëson këto çështje që mendon se janë publike në formë protestash masive, siç edhe ka ndodhur edhe ne kemi parë për shembull në Bullgari që protestat masive dhe ngritja dhe në një farë mënyre përfaqësimi i popullit dhe ngritja e popullit në mënyrë masive arriti të detyronte një qeverisje dhe një kryeministër të jepte dorëheqjen. Dhe ne e dim që forma e vetme demokratike për të arritur këtë është vetëm kjo, domethënë kjo lloj metodologjie është vetëm thjesht në dëm të shqiptarëve dhe të drejtës së shqiptarëve për të përfaqësuar denjësisht në atë parlament. Dhe sot dalim tek pikpyetja dhe kriza e madhe që kemi ne të demokratizimit edhe të përfaqësimit në parlament, që e kemi thënë edhe e kemi analizuar shpesh, po thotë është alarmi. Domethënë alarmi pikë së pari për pashpresin dhe pa përfaqësinë që i jep sot jo vetëm opozita, por opozita në rastin konkret për zhurmën që po bën. Dhe nuk është se kjo do të prodhojë një drejtësi më të mirë apo do të detyrojë parlamentin të marrë një vendim për
një farë mënyre për t'i hequr imunitetin zonjës Balluku. Nuk mendoj që ky është ajo që duhet ishte dhe që do të ndikonte tek presioni, do të ishte nëse do të arrinin të gjeneronin protesta, ku këto protesta fryzojnë njerëz dhe një farë mënyre ngjallin edhe tek mazhoranca një lloj besueshmërie që po prit se duhet i marrim tani seriozisht edhe duhet të veprojmë qoftë edhe për drejtësinë, sepse ajo që ushtron presionin më të madh dhe që jep frikën në një farë mënyre për të vendosur me baza qoftë ligjore dhe demokratike, është kur ti arrin të frymëzosh njerëzit dhe kur njerëzit janë me ty dhe janë dakord me ty, por kjo nuk prodhon asgjë, kjo është histori e vjetër. Është qasje vjetër, është metodologji e vjetër që ne e kemi parë për të fshehur pas gishtit, për mendimin tim, sepse ne këtë e kemi parë edhe përpara 11 majit, ku u dogjën karrige përpara Kovendit, ku pati aksion të tillë dhe që nuk prodhoi asgjë në terma praktik. Dhe ne si publik marrim kosto nga këto sjellje dhe këto mënyra jo të denja të përfaqësimit në parlament. Por fatkeqësisht ne kemi një popull i cili nuk reagon. Ne kemi në një farë mënyrë qeverisemi nga ajo qeverisje që ne meritojmë, sepse në fund të ditës çdo popull ka qeverisjen që meriton. Sepse nëse ti si publik nuk reagon ndaj këtyre shfaqjeve, kemi 35 vite, vetmja gjë që nuk na ka ndryshuar është reagueshmëria, do të thotë që ne i meritojmë këta njerëz. Domethënë duke filluar nga njerëzit që mbajnë funksione publike, por edhe nga njerëzit e tjerë, të cilët në një farë mënyre sot duhet thënë boll, domethënë ka një limit çdo gjë dhe ne nuk mund të vazhdojmë të jemi spektator të një shfaqje të tillë që është shumë e shëmtuar për t'u parë. Dhe e them me bindje që sot në parlament ne nuk na përfaqësojnë ata njerëz që duhet na përfaqësonin. Unë kam qenë vetë në 11 maj kandidate për të qenë atë foltore dhe realisht domethënë i bie që në formë përjashtimore aty përjashtohen ata njerëz që nuk arrin të përfaqësojnë këtë lloj niveli. Ma kupton logjikën? Domethënë jemi tek pika që okay, dakor, jemi për çështjen e zonjës Balluku, jemi për një çështje shumë të rëndësishme, për numrin 2 të qeverisë. Patjetër që normale që do të ketë reagim, edhe do të ketë reagim të fortë sepse po flasim për korrupsion niveleve të larta etj etj. Por lërja e drejtësisë të bëj punën e vet dhe patjetër që ky aksion nuk do të varet vetëm nga vendimi i parlamentit dhe i kuvendit. Dhe nëse parlamentit dhe kuvendit do marrin vendime për mos t'ia hequr imunitetin zonjës Balluku, ne po shikojmë që drejtësia nuk po ndikohet, edhe SPAK-u edhe BKH-ja nuk po ndikohen as nga vendimi i gjykatës kushtetuese, po shkojnë dhe po bëjnë atë që kanë në mendje të bëjnë. Pra deri në pikën kur ne pam për rrezimin e vendimit për ta kthyer në detyrë zotin Velia dhe po ashtu dhe për të mos patur zgjedhje për Tiranë. Kështu që jemi tek pika që gjykata kushtetuese ishte ajo që vendosi për zotin Velia, gjykata kushtetuese është ajo që po vendos për zonjën Balluku dhe i takon institucioneve drejtësisë të bëjnë drejtësi në këtë vend. Nuk i takon opozitës që në mënyrë jo të unifikuar të dali dhe të bëj shfaqje të panevojshme dhe të pahishme, sepse aty ku duhet në agora, pra aty ku është publiku, aty nuk po reagojnë. Pra aty 10 veta kanë në foltor. Kurse kur vjen puna pastaj për të bërë shfaqje të tilla, për të hequr ndoshta vëmendjen nga çështje që mund të jenë shumë të rëndësishme dhe ligje që duhen merren në konsiderat, që janë ligje që përfaqësojnë publikun, përfaqësojnë popullin, aty pastaj ne kemi situata vandalizmi që nuk i shërben popullit, nuk i shërben shoqërisë, nuk i shërben opinionit publik. Qartë, Arsida, si mund të ndikojë i gjithë ky episod që po ndodh ditën e sotme, këto tensione që po ndodhin brenda kuvendit të Shqipërisë, por ndërkaq mos harrojmë edhe hetimet pra për dosin Balluku që janë në dorën e SPAK, në të gjithë marrëdhëniet e Partisë Demokratike, Partisë Socialiste apo dhe partive të tjera në marrëdhënie me ndërkombëtarët dhe cili është mesazhi që ata sot po përcjellin tek ndërkombëtarët? Po, unë citova dhe pak më parë që kjo nuk është një shfaqje që neve na nderon në farë mënyre apo na bën që të shihemi seriozisht nga ndërkombëtarët në këtë proces ku ne aderojmë. Jo se ne për hir të ndërkombëtarëve duhet të heqim dorë nga aksionet
politike apo nga vendimarrja politike si opozitë, si strategji opozitare, pra opozita në këtë rast, por edhe mazhoranca nga ana tjetër, nga mënyra se si qaset dhe se si orientohet në situata të tilla, por edhe në situata të delikate, siç është shqyrtimi dhe hetimi i çështjes Balluku. Por jo vetëm, sepse tani ne kemi parë që ka patur nga vendime nga Spaku, edhe sa i takon drejtoreshës Akshit, edhe nga ana tjetër edhe individëve të tjerë. Dhe jemi tek pika që në një farë mënyrë vëmendja nuk është vetëm tek zonja Balluku, tu vëmendja është tek drejtësia e re, tek mënyra tek qasja, strategjia që do ndërtoj kreu i ri i Spakut dhe se si do të orientojë ai vendimarrjen për çështje me rëndësi. Dhe këtu nuk është vetëm se çfarë mendojnë ndërkombëtarët apo çfarë opinioni kanë ndërkombëtarët. Patjetër ndërkombëtarët nuk është se duan që të ketë destabilitet dhe shfaqje inkoherence mes asaj që ne çojmë si raporte në Bashkimin Evropian të asaj që ne kemi patur resuri të mirë sa i takon qasjes institucionale, që do thotë për afrimin legjislacioneve dhe baza ligjore, bashkëpunimit ndërinstitucional, gjuhës komunikimit, përfaqësimit ndërkombëtar dhe ecurisë që kemi ne me reforma. Po kupton? Do të thënë kjo është tjetër gjë. Ndërsa nga ana tjetër shfaqja e një partie politike, strategjia e një partie politike flet shumë për ndërkombëtarët në pikën që nëse ne në Shqipëri, siç opozita në farë mënyrë artikulon, në një moment të caktuar do të kemi zgjedhje të parakohshme, pra në sonjë apo e vendos, apo do vi një pikë që do duhet bëhet rotacioni, kuj do t'ja lëmë në dorë. Pra, ne e dim që ndërkombëtarët janë shumë kujdesshëm për sa i takon influencës ndaj qeverisjeve. Pra, e kemi parë dhe në Ballkanin Perëndimor, por edhe në Europë, në farë mënyrë ata kanë ndikimin e vet dhe lobingun e vet sa i takon kësaj pjese. Do të thënë kanë qenë ndonjëherë ata që kanë bërë edhe shtytjen sa i takon lëvizjeve, pra nga një qeverisje tek një qeverisje tjetër. Por çështja është në Shqipëri, duket sikur edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian kanë një lloj dorëheqje sa i takon këtij lloj ndikimi. Pra, duket sikur se sa të riskojmë me një opozitë fragmentarizuar, më mirë qëndrojmë te status quo-ja. Do të kjo është pak a shumë perceptimi që kam unë. Dhe ndërkombëtarët në farë mënyrë nuk është çështja se atyre ju intereson procedura, atyre intereson që të ketë një reformë administrative territoriale, atyre intereson që të ketë një reformë zgjedhore, atyre ju intereson të ketë një reformë në drejtësi, ju intereson që të ketë Spaku të jetë funksional, BKH-ja të jetë funksionale, dhe këto patjetër mos kenë përplasje me vendimet e gjykatës kushtetuese. Do të thënë jemi tek drejtësia, ekzekutivi, legislativi, do të thënë funksionimi dhe media. Do të thënë janë katër pushtete që duhet funksionojnë të ndara nga njëra tjetra. Kjo është do të thënë Bashkimi Evropian në farë mënyrë nga aspekti teknik. Jemi akoma tek aspekti teknik. Funksionon në formë mekanizmi. Pra, jemi tek pikat që duhet si hallka të funksionojnë. Por në aspekt politik, patjetër që kjo i ul pikë Shqipërisë, por kur të negociohet procesi politik do të jetë në një moment të dytë. Dhe këtu pastaj vendet anëtare neve mund të na vendosin bllokatën ose veto në farë mënyre për të mos qenë pjesë e unionit për arsye të demokratizimit të brendshëm, stabilitetit politik ose destabilitetit politik. Dhe pastaj do kalojmë tek pika që kjo neve mund të na bëhet penalitet. Dhe sa siguri kanë për shembull Bashkimi Evropian për të hapur rrugën për një vend si Shqipëria. Kështu që jemi tek pika që nuk është vetëm opinioni ndërkombëtarëve. Është e rëndësishme që këtu në këtë vend të ketë stabilitet, të ketë një opozitë që frymëzon dhe që në farë mënyrë bëhet alternativë. Do të thënë, kjo është e gjithë qasja dhe mënyra se si unë dua ta artikuloj. Qartë. Arsita, nga ana tjetër, vetëm pak kohë pasi SPAK i dorëzoi kërkesën për heqjen e imunitetit të Ballukut, Kuvendi mori dhe vendimin për të mbledhur ditën e nesërme Këshillin për imunitetin, por pas
Sa kemi pasur edhe reagim nga vetë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Pyetja është se ti fillimisht si e ke parë këtë lëvizje të SPAK dhe nga ana tjetër si e sheh dhe reagimin e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, mund të jetë kjo një përpjekje për të penguar ndoshta drejtësinë apo nga ana tjetër edhe si një mbrojtje institucionale? Po, qasja e kryeministrit Rama ka qenë qasje tërësisht në mbrojtje të institucionit, të pozicionit dhe të një farë mënyre të mbivendosjes që mund të ndodhi nëse kërkohej dhe siç u kërkua pra fillimisht pezullimi i zonjës Balluku. Pra ka qenë qasje tërësisht institucionale. Mënyra se si e ka artikuluar zoti Rama, pra ai nuk është se ka dalë në mbrojtje të një eksponenti të Partisë Socialiste. Ai ka dalë në mbrojtje të një eksponenti i cili përbën numrin 2 të qeverisë, drejton një nga ministritë më të rëndësishme në vend dhe e ka justifikuar këtë me faktin që në dorëzimin dhe në një farë mënyre kompetencën e zonjës Balluku janë shumë projekte të financuara nga Bashkimi Evropian dhe këto projekte duke u bërë pezullim dhe duke u kërkuar pezullim do të afektonin ecurinë dhe mbarvajtjen e këtyre 600 plus projekte të cilat janë shumë të rëndësishme për reformat edhe një farë mënyre ecurinë e vendit drejt Bashkimit Evropian. Dhe kjo ka qenë qasja e kryeministrit Edi Rama, por dhe vendimi i gjykatës kushtetuese në një farë mënyre i dha të drejtë perceptimit dhe ne e dim paktën në mënyrën se si ne e njohim dhe se si duhet funksionojë drejtësia efektive, ne e dim që kur flet gjykata kushtetuese gjithë institucionet e tjera heshtin. Që do të thotë, vendimi i gjykatës kushtetuese është ngula definitive e vendimarrjes. Por në këtë pikë jemi të implikuar edhe strukturën e posaçme për krimin organizuar dhe një farë mënyre dhe korrupsion, që është SPAK-u. Dhe kjo strukturë e posaçme ka të drejtën për ta çuar më tej një çështje për cilën ka kërkuar pezullimin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës. Kështu që SPAK-u mendoi në një farë mënyre po bën avokatin e djallit sa i takon edhe vetë vendimit të gjykatës kushtetuese, duke mos e konsideruar të drejtë vendimin e gjykatës kushtetuese. Kështu që këtu kemi një mbivendosje të dy autoriteteve. Një autoriteti që është teknik i posaçëm dhe një autoriteti që është instanca më e lartë në vend sa i takon vendimarrjes. Sepse SPAK-u dhe pretendimi i SPAK-ut është që nëse zonja Balluku dhe funksionarët e tjerë do të lihen në detyrë, kanë mundësinë që të ndryshojnë apo të tjetërsojnë provat. Dhe duke e patur këtë liri, atëherë, sipas të SPAK-ut, do të jetë mundur që pastaj gjykimi të mos jetë më aq i drejtë sa që pretendohet. Dhe prandaj është kërkuar që heqja nga parlamenti, heqja një farë mënyrë të drejtës për të ushtruar profesionin e saj, do ta bënte më të lehtë pastaj edhe punën e SPAK-ut. Por gjykoj që SPAK-u që është futur në këtë rrugë dhe ka persistencën diku do të arrijë me këtë aksion. Nuk mendoj se do të hiqet dorë apo do të ketë një tërheqje nga struktura e posaçme. Duke qenë se misioni i strukturës posaçme është të hetojë çështje që drejtësia nuk arrin dot t'i kapi, dhe prandaj ka qenë edhe preokupimi i SPAK-ut për faktin që sot në Shqipëri ka ndikime në drejtësi, qoftë nga politika apo qoftë edhe nga krimi organizuar. Kështu që në një farë mënyrë kërkesa për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku bën sens në kuadër të asaj që dhe mënyrës se si po funksionon SPAK-u sot, por tregon që dhe zoti Braho do të tregojë një dorë të fortë e sa i takon edhe funksionimit dhe strategjisë që do të ndjeki ai si pasuesi i zotit Dumanis. Duhet thënë që edhe zoti Dumani ka qenë një dorë e fortë, por si pasojë e implikimeve dhe ndikimeve të jashtme nuk ka arritur dot të çojë deri në fund të çështje për të cilat ai është në një farë mënyrë ka ndjekur edhe është prononcuar.
E qartë, Arsita, nga ana tjetër, Kuvendi ju ka shpërndar 10 anëtarëve të Këshillit vetëm kërkesën e prokurorisë, por jo provat mbështetëse që ndodhen në një USB, pra siç pak i ka dorëzuar me argumentin se prokuroria e posaçme ka kërkuar që këto informacione të ngelen sekret dhe të ndalohet publikimi i tyre. Dhe pyetja lind nëse jemi tashmë përballë një procedure normale, institucionale apo një situate që ndoshta ngre dhe dyshime për presione politike, dhe nga ana tjetër si lexon ti edhe faktin që Kuvendi po shpërndan vetëm kërkesën, por jo provat, pra mund të jetë një mbrojtje e sekretit hetimor apo një kufizim i qëllimshëm i informacionit. Po mund të jetë dhe një mbrojtje e sekretit hetimor. Do të thënë nga aspekti ligjor, patjetër që kjo mund të jetë thjesht ligjore dhe jo politike. Jo detyrimisht është çdo gjë e afektuar dhe e ndikuar nga si vendimarrje politike apo ndikim, po themi, politik sa i takon çështjes. Mund të jetë edhe kaq e thjesht që mbase është pjesë e sekretit hetimor dhe nuk duan që të afektohet nga kjo gjë. Por duhet parë më thellë nëse në bazë ligjore, pra në farë mënyre kjo kërkon, ruajtja e sekretit hetimor kërkon mos shëndarjen e USB-s me të dhënat, apo thjesht po bëhet për të mos ekspozuar çështjen. Kështu që jemi tek ky dualiteti, jemi tek fija e hollë që ndan në drejtësinë nga politika, dhe për publikun, për të qenë të qartë, është publikut nuk i intereson ndarja mes politikës dhe drejtësisë këtu në këtë pikë. Publikut i intereson që këtu ne të kemi dhe të vendoset drejtësia mbi një farë mënyre shpërdorimin apo jo të detyrës që këta funksionarë të lartë kanë bërë apo nuk kanë bërë në bazë të asaj që publiku i ka besuar. Sepse dhe këtu dalim tek diskutimi mes pozicionit si deputet dhe pozicionit si ekzekutiv. Nga ku patëm një diskutim të gjerë nëse a është e drejtë që të kërkohet pezullimi nga detyra për funksione ekzekutive. Po patjetër që funksionet ekzekutive përfaqësojnë popullin, janë të deleguara nga autoriteti më i lartë në bazë të ligjit dhe të kushtetutës, që është kryeministri, pavarësisht se këta e kanë cilësuar si emërim. Pra kur ti merr një funksion ekzekutiv, cilësohet si emërim nga kryeministri, po më mirë është me vërtet emërim ajo, por çështja është që emërimi nuk është i pabazuar në ligj apo në kushtetutë. Është emërim i bazuar në baza ligjore, dhe bazat ligjore automatikisht përfaqësojnë vullnetin e popullit, vullnetin e publikut. Nuk janë bazat ligjore të tilla që ti vendos thjesht me vullnetin tënd për këta individ. Por këta individ përfaqësojnë të drejtën publike, dhe duke përfaqësuar të drejtën publike, patjetër që do të gjykohen edhe mbi rolet ekzekutive, se duke i quajtur që ne mund t'i pezullojmë vetëm nga rolet legjislative, që janë në një farë mënyrë votbesuar nga publiku, ne i heqim atyre përgjegjësinë nga funksionet ekzekutive. Jo, ata kanë të drejtë dhe kanë në një farë mënyrë edhe detyrimin të japin llogari për funksionet ekzekutive që ata kanë mbajtur, qofshin këto të emëruara nga kryeministri apo të votbesuara nga publiku apo nga strukturat e partive. Kështu që jemi në pikën që çdo funksion ka rëndësi dhe çdo funksion patjetër duhet të ketë llogarizënie dhe nuk ka pse të ketë ndarje ekzekutive, legjislative sa i takon çështjes politike. Pra jemi tek çështja politike, jo tek ajo legale. Kështu që publikut nuk i intereson edhe aq shumë dhe nuk futet në të thella të kuptojë ndarjen mes procedurale, mes legales dhe politikes. Por atyre ju intereson që këtu të vendoset drejtësi dhe të kuptojmë nëse ka patur korrupsion, nëse ka patur shpërdorim detyre dhe ku kanë shkuar paratë e shqiptarëve dhe fondet e shqiptarëve. Dhe kjo pikë jemi. Nëse do të shikojmë dhe ne të vendosim drejtësi për të mirën publike. Mirë, Arsita, ndjekim se çfarë ka deklaruar ditën e dielshme kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe rikthehemi. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një konferencë për mediat ku është shprehur me akuza ndaj qeverisë Rama. Gjatë fjalës së tij Berisha ritheksoi se pas komunikimit të aktë akuzës, Balluku shkoi direkte në kryeministri dhe sipas kreut të Partisë Demokratike ka kërcënuar qartë dhe se i ka thënë Ramës, do të marrë me vete. E mori për krahu të nesërmen në selinë e Partisë Socialiste, mblodhi gjithë qeverinë dhe kryesisë dhe me tonet më kërcënuese u tha se cili do që të flasë do ta marrë me vete. Dhe Rama i palosu,
tha që skapi është kundra Partisë Socialiste, Lubia nuk ka bërë asgjë, gjithë problemi është tek unë. Berisha po ashtu ka bërë me dije se kryeparlamentari Niko Peleshi ka mbyllur në kasafort provat e dorëzuara nga SPAK për heqjen e mandatit dhe arrestimin e Belinda Ballukut, duke mos u bërë me dije anëtarëve të Këshillit të Mandateve. Kjo që po bën Edi Rama, mban erë si një lloj grushti shteti, sepse marrja ose bllokimi i pushtetit drejtësisë, marrja mbi sipër e pushtetit drejtësisë shënon në vetvete grusht shteti brenda shtetit. Ne po e ndjekim, por në mënyrë absolute do i përgjigjemi me të gjithë forcën tonë. Drejtësia nuk mund të pengohet. Mirë, Arsita, a kemi të bëjmë tashmë me akuza politike pa prova, apo Berisha po paralajmëron edhe një skenar të fshehur që ka ndodhur brenda qeverisë, dhe nëse janë akuza të vërteta, a kemi të bëjmë me një krizë të brendshme serioze në qeverinë Rama? Po tani, akuzat në përgjithësi të ngritura nga lideri i Partisë Demokratike nuk është se kanë qenë gjitha të bazuara, domethënë mbaj mend edhe ndoshta edhe retorikë, ndoshta edhe shpërndarje të fotove me inteligjencë artificiale, që pastaj u fshin, domethënë retorikë të vazhdueshme që kanë ngelur vetëm në kuadrin e retorikës. Sulm jo vetëm ndaj çështjeve me rëndësi, por sulm edhe ndaj aksioneve politike, qoftë edhe vetë brenda Partisë Demokratike, por edhe jashtë, sa i takon edhe lëvizjeve të reja. Kështu që jemi në pikën që nuk është se të gjithë akuzat e ngritura nga opozita apo nga lideri i saj duhen marrë seriozisht 100%, sa i takon edhe mënyrës se si artikulohet edhe flitet. Unë gjykoj që ajo që duhet marrë më së shumti seriozisht është që parti politike që mendojnë se kanë akuza dhe fakte për çështje të caktuara të drejtohen prokurorisë, të shkojnë me një farë mënyre, të shkojnë dhe t'i bëjnë të rregullta këto, qoftë në prokurorinë e posaçme apo aty ku duhet ngritur akti akuzës. Kështu që jemi tek pika që nuk mund të flasim në bazë të retorikës opozitës. Nuk jemi tek kjo, sepse nuk e dim në një farë mënyre sot se në ç'pozicion ndodhet vetë opozita. Do thënë, ne shikojmë vendime edhe vendime kontradiktore dhe qasje kontradiktore shpeshherë edhe nga vetë opozita për mënyrën se si qaset ajo ndaj qeverisjes edhe ndaj vetë vendimeve të qeverisë. Dhe nuk e dim nëse është plotësisht opozitare apo është si çështja e vendimit për reformën zgjedhore dhe administrative territoriale, domethënë që u gjykua pak a shumë që të vrasim natën edhe të qajmë ditën, në sensin që këtej akuzonin, këtej pastaj ulën në një tavolinë për ta negociuar. Është si çështja e avokatit popullit, që këtej e gjykuan edhe nxorën kandidatët respektiv dhe pastaj doli që ishin votuar nga vetë antarët dhe pjesëtarët në mënyrë jo të unifikuar sa i takon kandidatëve të vetë, më kupton? Por nga ana tjetër dolën të unifikuar për avokatin e popullit. Kështu që jemi tek pika që vetë opozita nuk është e qartë për edhe si pasojë e fragmentarizmit, por edhe si rrjedhoje e mënyrës se si po bëhet sot opozitë. Dhe nuk zgjojnë më atë besueshmëri që mbase për çështje kaq të rëndësishme ne ti varim shpresat edhe të mbajmë si de facto, domethënë retorikën e antarëve, zyrtarëve apo daljet për shtyp të opozitës. Por ajo që neve na intereson është çfarë raportesh, çfarë vendimesh dhe çfarë roli dhe si del qasja e SPAK-ut për çështjet në fjalë. Faktet e vetme, të dhënat e vetme, të besueshme, për mendimin tim dhe për ta gjykuar çështjen ka krizë apo nuk ka krizë, është për të parë se si qaset SPAK-u dhe BKH-ja, që janë dy instanca nga ku dhe publiku shqiptar ka treguar që ka dhe besueshmërinë më të lartë. Dhe nuk mund të flasim për krizë qeverisje apo institucionale, por e dim që sot nuk kemi një alternativë konsoliduar. Ne e dim që Bashkimi Evropian nuk don destabilitet sa i takon qeverisjes dhe vetë politikës, dhe nga ku ne e dim që vendet e tjera që kanë aderuar për NBE nuk i ka afektuar fakti që këta zyrtarë të lartë hetohen dhe pas edhe
shkoj në burg për të vazhduar qeverisjen e njëjta parti deri në mbylljen e procesit të negocimit. Çfarë dua të them me këtë? Do thotë që zoti Rama është distancuar edhe nga çështjet e mëparshme, siç ka qenë edhe burgosja edhe një zëvendës kryeministri më parë. Dhe distancimi i tij është që unë distancohem sepse unë nuk kam dijeni për dardhat dhe mollët që janë ngrënë mbrapa kurrizit tim. Dhe këtu pesha e përgjegjësisë qoftë për korrupsionin edhe shpërdorimin e detyrës ka rënë vetëm mbi zyrtarët e lartë. Kështu që jemi tek pika që nuk është aq e lehtë që të kemi një farë mënyre të reflektojmë të krizën dhe kjo kriza të prodhojë diçka në nivel politik sa i takon tërheqjes apo kësaj, po themi, qeverisë teknike apo teknikalitetit që del dhe flet sot opozita. Kështu që nuk është aq e lehtë, pra, nuk jemi akoma tek faza që mund ta konsiderojmë këtë si po themi vendim apo aksion që mund të prodhojë diçka në terma politik ose të po themi lëvizjes politike. E qartë, mirë. Arsita, kemi arritur në fund. Falenderoj për gjitha informacionet që ndave sot me mua. Faleminderit, kënaqësi. Mirë, të nderuar televizionistës, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë. Ishim me pedagogen Arsita Gjyli, ku diskutuam për heqjen e imunitetit të Ballukut, reagimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe rolin e SPAK dhe sigurisht për akuzat e opozitës të cilat janë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe për tensionet që ndodhen ditën e sotme në Kuvendin e Shqipërisë në seancën plenare. E mbyllim këtu këtë pjesë të parë dhe rikthehemi më pas në pjesën e dytë.